Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi një takim me qytetarët e njësisë numër 3 në Tiranë për të theksuar vullnetin e qeverisë për të luftuar korrupsionin e për të garantuar pavarësinë e SPAK-ut. Lideri i mazhorancës Rama vuri në dukje se Partia Socialiste nuk do ndërhyjë tek sistemi i drejtësisë pavarësisht kostove që ajo vetë po paguan. Nuk është luftuar kur korrupsioni siç luftohet sot dhe nuk e lufton SPAK-u. Dakor, nuk e lufton SPAK-u. E lufton vullneti i kësaj force politike që i dha pavarësinë drejtësisë dhe që mbron pavarësinë e drejtësisë edhe me koston e paguar në lëkurën e vet. Çfarë është mbajtja e kryetarit bashkisë atje brenda pagjyq? Është një kosto. Kryeministri shpjegoi edhe një herë se Arjon Velia u shkarkua nga detyra e kryetarit bashkisë vetëm sepse kryeqyteti kishte nevojë për një drejtuese. Tani që gjykata kushtetuese vendosi që Velia të qëndrojë në detyrë, duhet t'i japi atij mundësinë të drejtojë Tiranën. Është një vendim gjykate, nuk diskutohet që ne respektojmë, madje unë nuk kam asnjë arsye të besoj që gjykata kushtetuese ka bërë politik në këtë rast. S'kam arsye ta besoj, kam arsye të besoj gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe, por mendimi ndryshe i gjykatës kushtetuese të çon në konkluzionin që kur kryetari i bashkisë të shkojë atje për të kërkuar të kthehet në zyrë, gjykata kushtetuese ta kthejë në zyrë. Kryeministri Edi Rama lajmëroi aplikimin e një projekti të ri për monitorimin e rrugëve kombëtare me kamera inteligjente me ndihmën e Emirateve të Bashkuara. Sipas tij, ky projekt do të ketë si qëllim parësor mbajtjen pastër të akseve rrugore, por nga ana tjetër do ndihmojë zbardhjen edhe të krimeve, duke përmendur për herë të parë atentatin në Rinas. Nëse do të kishim atë sistem në këmbë, ajo ngjarje e Rinasit që ndodhi do të ishte zbardhur në kohë reale. Po nuk është problemi tek zbardhja. Problemi është që në momentin që ai sistem funksionon, parandalon, siç e ka treguar rasti në Emirate apo në vende tjera që kanë sisteme të tilla, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen pikërisht me rendin, me qetësinë. Gjatë takimit me banorët e njësisë numër 3 në kryeqytet, Rama shpjegoi buxhetin për vitin e ardhshëm, duke theksuar se fokusi kryesor do të jetë tek pensionistët, e duke premtuar se gjatë mandatit të katërt, Partia Socialiste do të angazhojë 1.7 miliard euro vetëm për pensionistët.